Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një krim i rënd ka tronditur qytetin e Shkodrës këtë mëngjes, ku një shtetas amerikan ka vrarë gruan e tij me thik në një shtëpi të marrë me qira. Pas krimit, autori ka tentuar të vetvritet, ndërsa ndodhet aktualisht në spital për ndihmë mjekësore. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku një çift amerikan ka përfunduar në një tragjedi të tmerrshme. Rreth orës 10:15, Brandon Saporito, një shtetas amerikan 57 vjeç, ka sulmuar me thik gruan e tij, Sandra Holley Saporito, 53 vjeç, në një shtëpi të marrë me qira pranë zonës pedonale të qytetit. Sipas policisë së Shkodrës, autori ka qenë në gjendje të dehur kur ka kryer krimin. Pas vrasjes, ai ka tentuar të vetvritet duke i shkaktuar plagë në duar, por ka mbijetuar dhe është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Aktualisht ai ndodhet në mbikëqyrjen e autoriteteve dhe po merr kujdes mjekësor. Fatkeqësisht, Sandra Holley Saporito nuk ka mundur të mbijetojë dhe ka humbur jetën për shkak të plagëve të marra nga sulmi. Policia ka njoftuar se hetimet janë duke u zhvilluar për të zbardhur motivet që çuan në këtë krim të rënd, ndërkohë që grupi hetimor po punon për të dokumentuar rrethanat e ngjarjes. Për momentin nuk ka informacion mjaftueshëm që të sqarojë shkaqet e sulmit, por autoritetet kanë theksuar se vrasja ka ndodhur në një moment të dejes së autorit, i cili pasi kreu krimin, tentoi që të vetvritet. Çifti amerikan kishte arritur në Shqipëri disa ditë më parë dhe siç njoftohet, ata kishin qëndruar aty për një periudhë kohe të shkurtër. Ky krim ka tronditur qytetin e Shkodrës dhe ka ngritur pyetjet mbi sigurinë e vizitorëve të huaj dhe fenomenin e dhunës në familje. Për këtë ngjarje, prokuroria ka nisur hetimet dhe ka ngritur një grup hetimor, i cili është duke punuar për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe për të dokumentuar plotësisht këtë akt të rënd kriminal. Një nga personazhet më të kërkuar të drejtësisë shqiptare, Florence Çapja, do të ekstradohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe. 44 vjeçari është dënuar me burgim të përjetshëm dhe akuzohet për disa ngjarje të rënda kriminale, përfshirë vrasje me paramendim dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Florence Çapja, i konsideruar prej vitesh një nga emrat më të rrezikshëm të botës së krimit në Shqipëri, pritet të kthehet në vendin tonë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ishte arrestuar prej disa kohësh. Policia e shtetit njoftoi se autoritetet e Dubait kanë pranuar procedurat për ekstradimin e tij dhe se kthimi i tij do të realizohet në masa të rrepta sigurie. 44 vjeçari akuzohet për përfshirje në disa ngjarje të rënda kriminale. Ai është një nga të pandehurit në dosjen Plumbi Art, ku prokuroria e posaçme e akuzon për sigurimin e kushteve për vrasjen e mbetur në tentativë të Sokol Sanxhaktarit në Elbasan. Në këtë çështje, një nga dëshmitarët kyç është i penduar i drejtësisë, Nuredin Dumani. Një tjetër episod tragjik që rëndon mbi Çapjan është vrasja babe biri Nezir dhe Gentian Beqirit në vitin 2012. Gentian Beqiri ndodhej në arrest shtëpie në momentin e ngjarjes, por autorët arritën të hyjnë në banesë dhe t'i ekzekutojnë. Për këtë krim, gjykata e posaçme ka dënuar Florence Çapjan me burgim të përjetshëm në vitin 2023. Spak dyshon se Çapja ka qenë organizatori i vrasjes, i cili besohet të jetë pjesë një akmarrje për vrasjen e Sokol Çapjes në vitin 2005. Krahas veprimtarisë së tij kriminale, prokuroria e posaçme ka kërkuar konfiskimin e 10 pasurive të tij, përfshirë banesa, toka dhe ndërtesa shërbimi. Florence Çapja është i katërti personi ekstraduar nga Dubai pas emrave të tjerë të njohur si Plaren Dervishaj. Autoritetet dyshojnë se edhe në disa të kërkuar të tjerë të botës së krimit strehohen në Emiratet, por mungesa e një marrëveshje zyrtare e bën të vështirë kthimin e tyre në Shqipëri. Mbreti Abdullah i Jordanisë është rikthyer në Shqipëri në një vizitë zyrtare me ftesë të presidentit Bajram Begaj. Në fokus të bisedimeve ishin marrëdhënie dypalshe, nxitjen ekonomike dhe shkëmbimin tregtar. Si me presidentin dhe me kryeministrin Rama, me cilin u takua në selinë e qeverisë, u fol edhe për qëndrimin e Shqipërisë në dënimin e çdo forme dhune dhe terrori, si dhe mbështetjen e zgjidhjes së situatës në lindjen e mesme. Në një ceremoni zyrtare të zhvilluar në Presidencë, presidenti i Republikës Bajram Begaj priti sot mbretin e Jordanisë Abdullah II, i cili ndodhet në Shqipëri në kuadër të një vizite shtetërore. Dy krerët e shteteve zhvilluan fillimisht një takim kok më kok, e më pas bisedimet u zgjeruan në nivel delegacionesh. Në fokus të diskutimeve ishte rritja e dialogut politik dhe thedhimi të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar mes Shqipërisë dhe Jordanisë. Presidenti Begaj theksoi rëndësinë e rritjes së shërbimeve tregtare dhe tërheqjes së investimeve jordaneze në Shqipëri. Në një vend të veçantë në bisedime zuri dhe situata në lindjen e mesme, të dy liderët ndajnë qëndrimin e përbashkët se zgjidhja mes dy shteteve është vetmja rrugë drejt paqes së qëndrueshme në rajon.
Zgjidhja në 2 shtete mbetet alternativa e vetme për një paqe afatgjatë dhe e drejtë në lindjen e mesme, u tha në deklaratën për shtyp. Presidenti Begaj kërkoi gjithashtu mbështetjen e Jordanisë për njohje të reja të shtetit Kosovës dhe për anëtarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Vizita e dytë e mbretit Abdullah u përfshi edhe në një takim me kryeministrin Edi Rama, edhe pse nuk u dhan detaje zyrtare mbi përmbajtjen e takimit, besohet se në fokus kanë qenë zhvillimet rajonale dhe bashkëpunimi ekonomik ndërmjet 2 vendeve. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim elektoral me qytetarët e Burrelit ku theksoi se rruga e Arbrit është tashmë realitet dhe premtoi projekte të tjera infrastrukturore për zonën gjatë mandatit të 4 të qeverisë. Në vijim të fushatës elektorale, kryeministri Edi Rama ndaloi këtë të premte në qytetin e Burrelit ku përballë mbështetësve të Partisë Socialiste vuri në dukje përfundimin e një prej projekteve më të përfolura të viteve të fundit të rrugës së Arbrit. Nuk po bëjmë një tjetër fushat këtu duke premtuar që do mbarojë rruga e Arbrit, por po bëjmë një fushat duke ardhur nga rruga e Arbrit. Mirë po, unë them që duhet këtë qenë Dibran edhe ai që ka thonë Oreksi vjen duke ngrënë, edhe e di që pavarësisht se kemi bërë shumë, ka akoma për të bërë, edhe ndërkohë ajo çka është vlera më e madhe ekonomike që do të sjellë rruga e Arbrit përtej lehtësimit të lidhjes së njerëzve me Tiranën, është që do të hap një horizont të ri krejt për investimet në turizëm. Duke parë përtej këtij mandati, Rama premtoi se në 4 vitet e ardhshme do të ndërtohet rruga e Lurës si dhe segmenti që lidh Burrelin me Ulzëm, projekte që synojnë të rrisin aksesin dhe të lehtësojnë lëvizjen në zonat veriore. Kryeministri komentoi me tone humoristike rivalitetin lokal mes matjanëve dhe dibranëve, por garantoi se projektet do të shtrihen njësoj në të gjithë territori. Unë jam i bindur që në dekadën e ardhshme Dibra do jetë pjesa më e lakmuar e metropolit Shqipërisë për të bërë edhe rruga që lidh Burrelin me Ulzën. Pasi është një zonë shumë e bukur, edhe tani që nga rruga e Arbrit vihet kaq lehtë, ajo rrugë nëse do të transformohet dhe kur transformohet, do ta bëjë shumë më lehtë pastaj edhe mundësinë për të bërë investime tjera në atë anë. Kryeministri ka ironizuar sërish kundërshtarin politik duke përmendur kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara me vlerë $6 milion. Në gjuhë 77-6 milion. Edhe pastaj thot, aq bëjnë, por nuk janë të mijat. Po të kujt janë? Të patriotëve. Janë ca patriotë që nuk i njoh, po ju ka lënë zemër të luftojnë për Shqipërinë, edhe të hudhin 6 milion, por garant dun Partinë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një takim me banorët e Xhimalit ka shpallur një paketë premtimesh për mbështetjen e bujqësisë, duke premtuar heqjen e kritereve për subvencionin dhe rritjen e buxhetit në këtë sektor. Ai theksoi gjithashtu nevojën për mbrojtjen e prodhimit të vendas përmes një bordi rregullues dhe masa ndëshkuese për tregtarët që importojnë inputet rrezikshme bujqësore. Në një takim elektoral në qytetin e Xhimalit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u zotua se nëse vjen në pushtet, do të ndërmarrë reforma të thella për të mbështetur bujqësinë dhe prodhimin vendas. Ai premtoi subvencione të drejtpërdrejta për çdo fermer pa kritere kufizuese. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju. Se ke një lop apo ke 10 lop. Një apo 10 do shpërblesh për kokë. Ai që ka një do subvencionohet për një, ai që ka 10 do hiqet kriteri për hektar. Ai që ka një dynym do subvencionohet për një dynym. Ai që ka 10 hektar
do subvencionohet për 10 hektar. Kryetari i opozitës e cilësoi mbështetjen aktuale për bujqësinë si qesharake, duke e zotuar për rritje të ndjeshme të fondeve. Shuma më qesharake, më e turpshme, 32 milion euro, subvencion për të gjitha për ju. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat, mor zotëri, se parat i marrim nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion. Një tjetër premtim i rëndësishëm ishte krijimi i një bordi që do të vendosë çmimet e grumbullimit të produkteve bujqësore në bashkëpunim mes fermerëve dhe grumbulluesve. Unë u them këtu që ne i mbështesim, nuk mund të jenë monopol, nuk mund të jenë çmime që të vrasin prodhimin. Ja. Ka një praktik, e ajo praktik në raportin midis fermerit dhe grumbulluesit ekziston një praktik. Ose ai raport zgjidhet me një bord të përbashkët, grumbullues dhe fermer, të cilët bien dakord me çmimet e grumbullimit. Ai paralajmëroi masa të ashpra ndaj tregtarëve që importojnë pesticide të ndaluara në Bashkimin Evropian, duke i konsideruar si krim i rënd ndaj bujqësisë shqiptare. Në fund, Berisha foli edhe për çmimin e naftës, duke u zotuar për ulje të menjëhershme për të gjithë qytetarët. Sepse sot qeveria për litër nafte merr 1.1 euro. Nuk ka qeveri në botë që të merr kaq shumë për naftën, sa që merr qeveria e Edi Ramës. Jo. Ne do të vendosim atë barë fiskale mbi naftën që ka Kosova dhe Maqedonia. Imagjinoni ku jemi edhe. Tani duhet marrim shembull nga vendet përreth. Sepse këtu është bërë, mos e pyet si është bërë. Pra do vendosim atë ngarkesë fiskale që kanë ata. Prandaj ata e kanë naftën 40% më lirë se Shqipëria, 50% më lirë. Pastaj nafta fermerëve do të ushitet me koston e saj. Aq sa ja u jep Edi Rama, keni marrë vesh ju, miliardierët vinë dhe marrin në port 1 miliard litra me jahtin e tyre. Në përmbyllje të fjalës, Berisha premtoi 2 fish të pagave në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit, si pjesë e reformave të Partisë Demokratike për të përmirësuar jetesën e qytetarëve shqiptar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, zhvilloi një takim me kryekomisionerin Ilirian Celibashi, ku theksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Shqipërinë në rrugën e integrimit dhe për zgjedhjet me integritet pa ndërhyrje në proceset e brendshme. Në prag të zhvillimeve zgjedhore dhe në të një faze vendimtare për integrimin evropian të Shqipërisë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, zhvilloi këtë të premte një takim me kryekomisionerin Ilirian Celibashi. Pas takimit, ambasadori Gonzato theksoi rolin e misionit të Odirit dhe garantoi mbështetjen e Brukselit për institucionet shqiptare pa ndërhyrje në punët e brendshme të vendit. Kemi besim te Odiri dhe ka një mision të rëndësishëm këtu. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit është në zemër të negociatave. SPA ka një detyrë të rëndësishme. BE-ja është këtu për të mbështetur Shqipërinë, jo të ndërhyjmë në procese. Nuk jemi këtu për të manipuluar asgjë. Nga ana e tij, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi u ndal tek rëndësia e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian në kuadër të zgjedhjeve dhe procesit të integrimit. Delegacioni i BE-s ka qenë vazhdimisht në krah të institucioneve shqiptare në proceset zgjedhore, duke vënë theksin mbi transparencën, ndershmërinë dhe standardet evropiane. Takimi Gonzato Celibashi u zhvillua në një klim bashkëpunimi dhe angazhimi të ndërsjellët për ruajtjen e legitimitetit dhe besueshmërisë së zgjedhjeve. Shkëmbej mendime në lidhje me momentin e këtyre përgatitjeve. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që me siguri do të vazhdoj edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike
përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike, duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet. Kandidatja për deputeten e Partisë Demokratike Albana Vokshi është paraqitur sot në SPAK në cilësinë e kallëzueses duke dorëzuar informacion shtesë mbi denoncimet për krimet zgjedhore. Ajo akuzoi Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama për shkelje të ligjit zgjedhor përmes përdorimit të administratës publike në funksion të fushatës. Albana Vokshi, kandidate për deputetin në siglën e Partisë Demokratike, është paraqitur këtë të njëjtën në prokurorin e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ajo deklaroi për mediat se është thirrur si kallëzuese për të dhënë informacion shtesë në lidhje me kallëzimet e mëparshme për krime zgjedhore. Vokshi akuzoi Partinë Socialiste për keqpërdorimin e administratës publike duke e vënë në funksion të fushatës elektorale. Sipas saj, punonjës të shtetit po përdoren për presionin ndaj votuesve dhe për patronazhim politik. Më negativ i prodhuar nga Partia Socialiste në këto zgjedhje të fundit. Pavarësisht denoncimeve që Partia Demokratike ka bërë, apo pavarësisht ngritjes së shqetësimit në të gjitha raportet e OSBE Odirit të zgjedhjeve të fundit të 2023-2021, pavarësisht rezolutave të shumta që ngrihen në lidhje me shqetësimet, edhe rezoluta e fundit e miratuar nga PPE-ja në lidhje me keqpërdorimin e administratës publike, keqpërdorimin e mësuesve apo me keqpërdorimin e nënpunësve civil dhe shumë fenomene të tjera negative, Partia Socialiste dhe Edi Rama vazhdojnë njëjtë me shkelje mbas shkeljes të përditshme. I bëjmë thirrje çdo nënpunësi të administratës publike, i bëjmë thirrje çdo mësuesi, çdo drejtori i shkolle në arsimin parauniversitar që të mos bëj pjesë në krimet zgjedhore, të largohet nga sistemi i patronazhimit të mësuesve, të largohet nga sistemi i patronazhimit të votuesve. Çdo kush që kryen krime zgjedhore do përballet me drejtësinë. Ajo theksoi se kushdo që përfshihet në krime zgjedhore do të përballet me drejtësinë. Nga ana tjetër garantoi se punonjësit që ushtrojnë detyrën në përputhje me ligjin do të mbështeten nga qeveria e ardhshme e Partisë Demokratike. Materialet e dorëzuara nga Vokshi janë pjesë e një serie kallëzimesh të bëra nga opozita në prag të zgjedhjeve me fokus në shkeljet e pretenduara të procesit zgjedhor. Shqipëria ka arritur që të përmirësojë rënditjen e saj në indeksin botror të lirisë së shtypit për vitin 2025, duke kaluar nga vendi 99 në vitin 2024 në vendin e 80. Megjithatë, raporti i organizatës Reporterët pa kufi theksuan se liria e shtypit në Shqipëri mbetet ende e brisht për gazetarët dhe vazhdojnë të përballen me sfida të shumta. Shqipëria ka përmirësuar rënditjen e saj në indeksin botror të lirisë së shtypit 2025, duke arritur në vendin e 80 nga 180 shtete, një përparim prej 19 vendesh, krahasuar me vitin e kaluar kur rënditej në vendin e 99. Ky rezultat ka ardhur pas disa përmirësimeve të klimës mediatike. Por, raporti i organizatës Reporterët pa kufi, RSF, nënvizon se me gjithë këtë përmirësim, liria e shtypit mbetet ende e brisht në vend. Raporti thekson se media shqiptare vazhdon të përballet me kërcënime serioze për shkak të ndikimeve të forta politike dhe ekonomike, si dhe një kuadër ligjor që nuk mbështetet mjaftueshëm pavarësinë e medias. Interesat partijake dhe ndërhyrjet në sektorin mediatik janë të pranishme, duke minuar lirinë e shtypit. Sipas RSF-s, megjithse kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ndërkombëtare garantojnë lirinë e shprehjes, ka ende mangësi në mbrojtjen e burimeve konfidenciale të gazetarëve dhe një rrezik të lartë për ata që trajtojnë çështje të krimit dhe korrupsionit. Për më tepër, gazetarët që raportojnë për protesta apo operacione policore shpesh përballen me dhunë nga autoritetet, ndërsa krimi i organizuar mbetet një kërcënim i rëndë për sigurinë e gazetarëve, ndërkohë që ka pasur hapa pozitiv nga ana e policisë për hetimin e sulmeve ndaj gazetarëve, mungesës së ndëshkimeve dhe përpjekjet për të delegjitimuar mediat nga politikanët, të cilët kanë krijuar një mjedis që mundson sulmet më tejshme. Në kontrast me këtë përmirësim të Shqipërisë, Kosova ka shënuar një rënje të ndjeshme të indeksit të lirisë së shtypit, duke rënë në vendin e 99, më poshtë se Shqipëria nga vendi 75 të vitit kaluar dhe nga vendi 56 në vitin 2023. Një bazë e dyshuar kriminale armësh është zbuluar nga policia e Shkodrës në fshatin Renc, ku gjetën pistoleta, municion luftarak dhe pajisje të tjera.
që dyshohet se përdoreshin nga grupet kriminale. Pronari i banesës, një 61 vjeçar me precedent penal, u arrestua. Blut e Shkodrës kanë zbuluar një bazë kriminale armësh për municione në një banesë në fshatin Renc, që mbaheshin për llogari të grupeve kriminale. Nga kontrolli në ambientet e banesës u gjetën 11 pistoleta, kapsoll detonatore me fitil zjarr përcjellës, rreth 200 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 antipluma dhe 1 silenciator. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës në Institutin e Policisë Shkencore për të provuar përdorimin e tyre për ngjarjet kriminale. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se kjo bazë dyshohet se ka shërbyer si pikë furnizimi për disa nga grupet kriminale aktive në veri dhe qendër të vendit. Hetuesit nuk përjashton mundësinë që armët të kenë kaluar edhe përtej kufirit në kuadër të trafikut ndërkombëtar të armëve. Gjurmimi i kontakteve të 61 vjeçarit me inicialet SHJ dhe rrjeti i bashkëpunëtorëve të tij pritet të sjellë të tjera zhvillime në ditët në vijim. Në kuadër të operacionit Baruti, policia bën me dije se në pranga ka rënë 61 vjeçari me inicialet SHJ, pronari i banesës së kthyer në bazë të grupeve kriminale, shtetas ky me precedent penal. Sipas bruve të Shkodrës, 61 vjeçari, i cili kishte vënë banesën në funksion të veprimtarisë kriminale, ishte shtetas me precedent penal për armbajtje pa leje. Gjithashtu, në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës po hetohet për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale të gjithë shtetasit implikuar në këtë rast. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme. Gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest në shtëpi për Daniel Lala, 21 vjeçarin e ekstraduar nga Gjermania i akuzuar nga SPAK për pjesëmarrje në një grup kriminal dhe kultivim të 4.000 bimëve narkotike në Puk. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për Daniel Lala, 21 vjeçarin e ekstraduar 2 ditë më parë nga Gjermania. Lala ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar nga GKKO në akuzat për pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal dhe kultivim të bimëve narkotike. Sipas SPAK, ai është pjesë e një organizate që në vitin 2021 ka mbledhur rreth 4.000 bimë kanabis në zonën e Pukës. Pas identifikimit dhe lokalizimit në territorin gjerman, autoritetet e atjeshme bën të mundur ndalimin dhe ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Operacioni për kapjen e të kërkuarve, koduar The Wanted, është zhvilluar në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare. Policia e shtetit ka njoftuar se ky operacion do të vijojë me intensitet për të goditur aktivitetet kriminale dhe për të sjellë përpara drejtësisë personat që fshihen jashtë territorit shqiptar. Daniel Lalaj do të qëndrojë në arrest shtëpie në pritje të zhvillimeve të mëtejshme hetimore nga SPAK, që vijon punën për dokumentimin e plotë të aktivitetit të grupit kriminal ku ai dyshohet të jetë i përfshirë. Policia kufitare e Durrësit ka zbuluar dhe ndaluar një tentativë për trafikim të 10 veprave arti me vlerë rreth 25.000 euro, të pa deklaruara dhe pa dokumentacionin përkatës. Një person është arrestuar ndërsa 2 të tjerë janë shpadur në kërkim. Një operacion i policisë kufitare në portin e Durrësit ka zbuluar një tentativë për trafikun e veprave të artit. Gjatë një kontrolli të detajuar në dalje të territorit shqiptar, në vijim të analizës së riskut për krimet ndërkufitare, një furgon i drejtuar nga një 37 vjeçar u ndalua për kontroll në vijën e dytë. Gjatë verifikimeve në mjet u gjetën 10 piktura të padeklaruara në një vlerë të vlerësuar rreth 25.000 euro. Autoritetet konfirmuan se për veprat artistike nuk disponoi asnjë dokumentacion që të vërtetonte origjinën apo pronësinë e tyre, duke ngritur dyshime për trafikim të veprave të artit dhe kulturës. Drejtuesi i furgonit u arrestua në flagrancë, ndërkohë që 2 persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor janë shpadur në kërkim nga policia. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për kapjen e personave të shpadur në kërkim. Materialet për këtë çështje janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprimet mëtejshme ligjore në kuadër të veprës penale, trafikimi i veprave të artit dhe kulturës kryer në bashkëpunim. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Kosova ka shënuar një rënje të rëndë në indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2025, të publikuar nga organizata Reporterët pa kufi, duke zbritur në vendin e 99. Rënja e Kosovës është përmendur si më e madhja në 15 vitet e fundit dhe ka shkaktuar shqetësime tek shoqëria civile dhe organizatat e gazetarëve. Në raportin e fundit të reporterëve pa kufi për lirinë e shtypit Kosova, ka regjistruar një rënje të madhe duke zbritur nga vendi 75 në 99. Ky është viti i dytë radhazi me regres për vendin pas një rënje nga vendi 56 në vitin 2023. Kosova është renditur më keq se çdo vend tjetër në Ballkanin Perëndimor dhe në Bashkimin Evropian, duke shënuar rënje më të madhe të shtetit në 15 vitet e fundit.
Në lidhje me këtë rënje, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar me shqetësim duke cilësuar këtë renditje si më të ultëm për një dekadë që prej vitit 2015. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës shprehu shqetësimin se kjo rënje është pasojë e një politike të vazhdueshme armiqësore të 2 vjetëve të fundit të udhëhequra nga qeveria e partisë politike. Vetvendosje. Organizata ka ftuar aktorët institucional dhe ata të shoqërisë civile që të punojnë së bashku për përmirësimin urgjent të lirisë së shtypit në vend. Flutura Kusari këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias ka renditur disa nga arsyet që kanë ndikuar në këtë rënje duke përfshirë sulmet politike ndaj gazetarëve si dhe pretendimet për bashkëpunimin e mediave me armikun ligje që dëmtojnë pavarësinë e medias dhe praktika të tjera të dëmshme si bojkotet ndaj mediave dhe mosbatimi i ligjeve për qasje në dokumente publike. Kusari ka kërkuar që të krijohet një komitet kombëtar për lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve, duke shtuar se vetëm përmes masave konkrete dhe politikave shtetërore mund të ndalet ky trend rënës. Ndërkohë Shqipëria ka shënuar një përmirësim të dukshëm në këtë indeks, duke kaluar në vendin e 80 një ngritje prej 19 vendesh krahasuar me vitin e kaluar kur renditej në vendin e 99. Pavarësisht përmirësimit të Shqipërisë, raporti nënvizon se liria e shtypit në vend mbetet e brisht për shkak të ndërhyrjeve politike dhe ligjore që rrezikojnë pavarësinë e medias. Në krye të indeksit të lirisë së shtypit, Norvegjia mban vendin e parë duke u pasuar nga Estonia dhe Holanda, ndërsa Eritrea është vendi i fundit në këtë renditje. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Deklaratat e fundit të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zëvendës presidenti japin sinjale pesimiste për përfundimin e luftës në Ukrainë. Pavarësisht përpjekjeve diplomatike, Washingtoni e konsideron situatën kritike dhe paralajmëron tërheqjen nga procesi nëse nuk arrihet përparim real në negociata. Shpresat për një marrëveshje paqeje që do të sillte fundin e luftës në Ukrainë po zbehen. Me një deklarat të qartë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka pranuar se megjithse Rusia dhe Ukraina janë më afër në qëndrime ato ende, mbeten larg njëra tjetrës. Mendoj se e dim se ku ndodhet Ukraina dhe e dim se ku ndodhet Rusia tani. Ata janë më afër por ende, larg njëri tjetrit. Në një intervistë për të njëjtin rrjet, edhe zëvendës presidenti amerikan J. Vance ka ndarë një panoramë të zymt të situatës në teren. Sipas tij nuk ka shenja se konflikti do të marrë fund së shpejti pavarësisht përpjekjeve ndërkombëtare. Lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë tani shpejt. Tani u takon rusëve dhe ukrainasve, pasi secila pali një kushtet e tjetrës për paqe. U takon atyre të arrijnë një marrëveshje dhe ta ndalin këtë konflikt jashtëzakonisht brutal. Pavarësisht skepticizmit, presidenti Donald Trump, i cili nisi mandatin e dytë në janar, e ka kthyer çështjen e Ukrainës në një ndër prioritetet e tij të politikës së jashtme. Ai ka propozuar një armëpushim të menjëhershëm dhe i ka bërë thirrje Moskës të ndalojë sulmet ndaj qyteteve ukrainase. Rubio nga ana e tij nënvizoi se nëse nuk ka përparim real në tryezën e bisedimeve do t'i takojë presidenti Trump të vendosë se sa kohë do t'i kushtojë më tej këtij procesi. Zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë se negociatat kanë hyrë në një fazë kritike dhe se Washingtoni mund të rishërtojë rolin e tij ndërmjetësues nëse palët në konflikt, nuk tregojnë vullnet real për paqe. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se fitoria ndaj Hamasit ka përparësi ndaj lirimit të pengjeve që mbahen ende në rripin e Gazës. Kjo deklarat ka shkaktuar zemërim të madh mes familjarëve dhe pengjeve dhe reagime të ashpra në opinionin publik izraeli. Sipas mediave izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu ka theksuar se qëllimi përfundimtar i shtetit të tij është fitoria ndaj Hamasit pavarësisht kostos njerëzore. Lirimi i pengjeve është një qëllim shumë i rëndësishëm, tha ai për mediat në Jeruzalem, por prioriteti ynë është të fitojmë këtë luftë. Në rripin e Gazës vazhdojnë të mbahen 24 pengje izraelit dhe 35 trupa të rëmbërish, sipas informacioneve të fundit nga autoritetet izraelite. Familjarët e pengjeve janë shprehur të tronditur nga qëndrimi i kryeministrit duke akuzuar atë se po rrezikon jetën e më të pafajshmëve me veprimet ushtarake. Kur kryeministri thotë se djali im nuk është prioritet, unë nuk kam asnjë arsye të mbështes këtë qeveri. Djali im mbahet i lidhur me zinxhir prej një viti e gjysmë. Qëllimi im tani është të rrëzoj Netanyahun që të shpëtoj djalin tim. Në të njëjtën linjë qëndrimi është edhe forumi i familjeve të pengjeve që ka reaguar me një deklaratë të prerë, duke kërkuar që kthimi i pengjeve të jetë prioriteti absolut i qeverisë. Kthimi i të rëmbyrëve nuk është më pak i rëndësishëm, por duhet të jetë qëllimi kryesor i qeverisë. Presioni publik mbi qeverinë izraelite po rritet veçanërisht nga segmente që e konsiderojnë qasjen aktuale si të pashpirt dhe politike.
Sipas analistëve, kjo deklarate e Netanyahut ka rritur jo vetëm ndarjen mes popullsisë dhe udhëheqjes, por edhe rrezikun e destabilizimit të koalicionit qeveritar në një moment kur vendi ndodhet në një nga krizat më të mëdha humanitare dhe morale të viteve të fundit. Ndërkohë mediat njoftojnë se të premten pritet të mblidhet udhëheqja izraelite për të vendosur mbi një zgjerim të operacioneve ushtarake në Gaza duke rritur më tej shqetësimet për fatin e pengjeve që mbahen ende aty. Agjencia e Inteligjencës së Brendshme gjermane ka klasifikuar Partinë Alternativa për Gjermaninë si një organizatë ekstremiste, duke hapur rrugën për monitorim të zgjeruar dhe duke rritur presionin mbi partitë e reja që të distancohen nga bashkëpunimi me të. Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e njohur si AfD, është tashmë zyrtarisht në vëzhgimin e strukturave të sigurisë gjermane. Agjencia e Inteligjencës së Brendshme e ka klasifikuar këtë forcë politike si një organizatë ekstremiste me arsyetimin se ajo përbën kërcënim për rendin demokratik të vendit. Koncepti i bazuar në etni dhe prejardhje i njerëzve që mbizotëron brenda partisë, nuk është i pajtueshëm me rendin e lirë demokratik. Sipas raportit të brendshëm me rreth 1000 faqe i cituar nga transmetuesi publik ARD, AfD ka shkelur parime thelbësore të kushtetutës gjermane për fshirë respektimin e dinjitetit njerëzor dhe sundimit të ligjit. Ky vendim vjen në një moment delikat për politikën gjermane vetëm pak ditë para se Friedrich Merz të marrë zyrtarisht detyrën si kancelar i ri. Ai pritet të përballet me kërkesa të forta që të mos lejojë asnjë formë bashkëpunimi me partinë e djathtë ekstreme, sidomos në nivel rajonal apo federal. Klasifikimi i AfD-s si ekstremiste e bën shumë të vështirë për partitë e tjera që të bashkëpunojnë me të, pa u përballur me pasoja politike apo morale. Me këtë status të ri, autoritetet gjermane mund të përdorin masa më të forta mbikëqyrje si përgjimet apo përdorimi i informatorëve konfidencial për të monitoruar aktivitetet e partisë. Kjo lëvizje e shënon një kthes të fortë në qëndrimin institucional ndaj AfD-s që në zgjedhjet e fundit doli forca e dytë politike në vend. Ky zhvillim rrezikon të polarizojë më tej skenën politike në Gjermani dhe ka gjasa të ndikojë edhe në dinamikën e parlamentit të ri, ku tashmë debati mbi të ardhmen e bashkëtesës politike me këtë forcë është më i nxehtë se kurrë. Kina konfirmon se po shqyrtohet një ofertë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bisedime mbi tarifat 145% të vendosura nga presidenti Donald Trump, por paralajmëron Washingtonin të mos përdor presion si mjet negocimi. Lufta tregtare mes së dy superfuqive mbetet e tensionuar dhe me pasoja të gjëra për tregjet globale. Në një moment kritik të marrëdhënieve tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë, Pekini ka konfirmuar se është duke vlerësuar një ofertë të ardhur nga Washingtoni për të zhvilluar bisedime mbi tarifat e larta të vendosura nga presidenti Donald Trump. Tarifat prej 145% kanë ndezur tensione të reja dhe kanë ndikuar zinxhirët global të furnizimit. Dera e Kinës është e hapur për diskutime, por përpjekja për t'i përdorur bisedimet si pretekst për shantazh dhe kërcënime nuk do të funksionojë. Deklarata e Ministrisë Kineze të Tregtisë vjen një ditë pasi një postim i lidhur me media shtetërore në rrjetet sociale la të kuptohej se Shtetet e Bashkuara kishin kërkuar nisjen e bisedimeve. Në të njëjtën kohë, një javë më parë, presidenti Trump kishte deklaruar se bisedimet tashmë ishin duke u zhvilluar pohim që Pekini e mohoi publikisht. Shtetet e Bashkuara kanë marrë iniciativën për të dërguar informacione nëpërmjet kanaleve të ndryshme duke shprehur interes për dialog me Kinën. Ne jemi duke e vlerësuar këtë. Megjithatë, Kina qëndron e vendosur që të mos jap sinjale të tërheqjes. Pekini kërkon që Shtetet e Bashkuara të tregojnë sinqeritet të vërtetë dhe të ndërmarrë hapa konkret për korrigjimin e praktikave të gabuara duke përfshirë heqjen e tarifave të njëanshme. Të dyja palët duket se kërkojnë negociata pa e lënë të kuptohet se kush do të lëshojë i pari terren, duke mbajtur pozicione të forta përballë presionit ndërkombëtar dhe impaktit ekonomik të konfliktit. Kjo situatë e tensionuar ka nxitur reagime në tregje globale, ndërsa analistët paralajmërojnë se një përshkallëzim i mëtejshëm mund të rrezikojë stabilitetin ekonomik ndërkombëtar. Të nderuar të shikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 3 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta për këtë periudhë të vitit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijon: Shkodër 14 deri në 28 gradë Celsius, Kukës 13 deri në 26 gradë, Peshkopi 12 deri në 25 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 27 gradë, Durrës 16 deri në 26 gradë, Kavaj 15 deri në 25 gradë, Elbasan 14 deri në 26 gradë Celsius, Berat 14 deri në 27 gradë, Korç 12 deri në 24 gradë, Vlorë 16 deri në 25 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 26 gradë, Sarand 16 deri në 25 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 maj 2025 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm, me kthjellime dhe temperatura të larta për këtë periudhë të vitit. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugor me shpejtësi mesatare prej 2 deri 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijon: Mitrovica 11 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 27 gradë, Skënderaj 11 deri në 26 gradë Celsius, Pejë 12 deri në 28 gradë, Prishtinë 11 deri në 29 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 28 gradë, Malishev 12 deri në 27 gradë, Gjilan 11 deri në 28 gradë, Ferizaj 11 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 27 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 27 gradë, Prizren 12 deri në 28 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.